Banorët e Rrjollit kanë vjuar përplasjet edhe ditën e sotme në kantierin ku po kryhen punimet për ndërtimin e resortit turistik. Ndryshe nga herët e tjera, përplasje ka patur edhe me punonjësit e firmës, të cilët janë përleshur me protestuesit. Përmes një statusi në rrjetet sociale ka pasur një reagim zyrtar nga kompania që po kryen punimet në resortin në Rrjoll, e cila shkruan: procesi gjyqësor për të cilin është përfolur në mënyrë tendencioze, siç mund të shihet edhe nga harta ilustruese, nuk ka asnjë lidhje me perimetrin, ku aktualisht po zhvillohet projekti Blu Borgo dhe përpasoj nuk ka asnjë lidhje juridike apo faktike me kompaninë. Gjithashtu, Gjener 2 ka ndjekur me shqetësim zhvillimet në terren, ku punonjësit e kompanisë Son janë përballur me tensione dhe tentativa sulmesh, ku theksojmë se siguria e punonjësve është prioriteti ynë absolut dhe se çdo akt intimidimi apo dhune ndaj tyre duhet të trajtohet me seriozitet maksimal nga institucionet ligjzbatuese. Në këtë kuadër falenderojmë Policinë e Shtetit për seriozitetin profesional, çka ka bërë të mundur shmangjen e incidenteve më të rënda, si dhe garantimin në një farë mënyrë të rendit, ku puna ka vazhduar ndonë në kushte shumë të vështira. Në respekt të publikut, Gjener 2 sqaron sërish se projekti Blu Borgo, i zhvilluar nga shoqëria ABA Blu Borgo SHPK, është në përputhje të plotë me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi të Republikës së Shqipërisë. I pranishëm në Rrjoll për herë të parë pas më shumë se 3 javësh protesta, ishin edhe një përfaqësi e deputetëve demokrat.